Vendimi gjyqësor për kryetarin e Strugës Ramiz Merkun që ka të bëjë me emërimet e paligjshme të shkollave pritet të shqiptohet të premten. Ndërkohë sot palët i thanë fjalët përfundimtare. Prokuroria e Lëndës kërkoi që Merku të shpallet fajtor sepse në cilësinë e kryetarit të komunës në disa raste ka emëruar drejtor të shkollave fillore në kundërshtim me ligjin, duke emëruar persona që nuk i kanë plotësuar kushtet për atë pozicion, pa procedurë ligjore dhe pa shpallur thirrje publike. Me këtë ju ka shkaktuar shkollave dëme financiare. Bëhet fjalë për shkollat e Labënishtit, Radozhdës dhe Podgorcës, kurse avokati i Merkos Igor Petkovski kërkon lirimin e plot nga akuza. Sipas tij, fakti që nuk ka prova se në atë periudhë Ministri i Arsimit dhe Shkencës ka bërë shkelje të rregulloreve ligjore, duke emëruar ushtrues detyre drejtor nga të punësuarit e shkollës, akt akuza sipas tij është e padrejtë dhe jo e plot. Ai shton se gjatë mandatit sa ka qenë Merko kryetari i Strugës, asnjëherë nuk janë marrë ingerencat nga Ministri i Arsimit. Paraprakisht në deklaratën e dhënë para gjykate, Ramiz Merku kërkoi që faji intendante me ministrin atëhershëm të Arsimit Jeton Shaqirin. Shaqiri, tha ai, ishte në dieni të situatës. Merku shtoi se në shumë raste vetë ministri Shaqiri kishte propozuar persona që më pas u emëruan dhe se drejtorët e rinj kishin thënë se nuk ishin takuar me Merkun, por ishin caktuar nga ministria. Më herët Merku u lirua nga akuza në rastin e blerjes së veturës luksoze në vlerë prej 67.000 eurove, pasi që gjykata tha se nuk ka prova të mjaftueshme që vërtetojnë se Merko ka pasur për qëllim keqpërdorimin e detyrës së tij zyrtare.